Islami jep rëndësi shumë të madhe dinjitetit të njeriut. Sipas mësimeve islame, çdo qenie njerëzore është e nderuar dhe e respektuar, pavarësisht prej ardhjes, racës, pasurisë apo statusit shoqëror. Dinjiteti njeriut buron nga fakti se ai është krijuar nga i gjithëpushtetshmi, nga Allahu Azza wa Jall, dhe është pajisur me mendje dhe ndërgjegje dhe përgjegjësi. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Fisnik na tregon se e ka nderuar njeriu. E ka nderuar njeriu mbi shumë krijesa të tjera. Allahu Azza wa Jalla përmend në librin e tij Fisniku thotë: "Wa laqad karramna bani Adam." Pra, me të vërtet e kemi nderuar birin e Ademit, njeriu. Pra kemi ngritur lart nga krijesat e tjera. Ndërsa në një ajet tjetër thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Me të vërtet e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë të përsosur. Ky nderim, të nderuar vëllezër dhe motra, nënkupton se çdo individ duhet të trajtohet me dinjitet dhe drejtësi, me mëshirë dhe respekt, sepse Islami ndalon çdo formë padrejtësie, poshtërimi apo diskriminimi ndaj tjetrit. Fyerja, përgojimi dhe shtypja janë veprime që cënojnë drejt për drejt dinjitetin njerëzor.